Valbona, të përshëndes, unë e thash 3 persona janë identifikuar, megjithatë besoj ka të tjerë persona që janë të përfshirë dhe që grupi hetimor është duke punuar për identifikimin dhe për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Çfarë ke mësuar ti? Kam mësuar faktin se kemi të bëjmë në fakt, jo vetëm me identifikimin, por me arrestimin e të rinjve, me 3 personave të cilët janë identifikuar, që janë Ledian Kaplanaj, Claudio Kaplanaj dhe Gerald Polçaki. Janë arrestuar pikërisht tani pak minuta më parë. Pra janë kryer procedurat apo veprimet hetimore deri në arrestimin e tyre në flagrancë për goditje për shkak të detyrës. Ndërkohë policia, prokuroria në rastin konkret, sepse duket se policia e Tierit në këtë ngjarje nuk ka patur rol aktiv në hetime, duke qenë se kemi të bëjmë me subjekte të veçanta siç janë agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Megjithatë, nga Komisariati i Policisë së Tierit ka mësuar se po kryen hetime të mëtejshme nga prokuroria për personat e tjerë të përfshirë në konflikt, të cilët janë edhe ata të identifikuar, por me sa duket janë duke u kërkuar nga policia. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme në lagjen Njëmaj, këtu në lagjen e Majt të qytetit të Fierit, për një situatë që me sa duket ka lindur si pasojë e një vend parkimi të gabuar. Burimet e mia në Komisariatin e Policisë së Fierit më thanë dhe konfirmuan edhe sot, pak minuta më parë, se sherrri në fakt ka ndodhur pikërisht për një vend parkim të gabuar, në të cilin duket se kanë parkuar agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Të nisur nga kjo situatë, të rinjt, të cilët 3 prej tyre janë arrestuar tashmë dhe shoqëruesit e tyre, janë konfliktuar me agjentët në fillim, pa e ditur se cilët ishin këta persona, pa e ditur se kishin të bënin me agent të Byros Kombëtare të Hetimit. Policia bëri të ditur mbrëmjen e dieshme se kemi të bëjmë me goditje për shkak të detyrës, ndërkohë që hetimet janë ato të cilat do të sqarojnë situatën, sepse të rinj të cilët janë edhe të arrestuar, por edhe të tjerë të cilët kanë komunikuar nëpërmjet të afërmëve të tyre me median, kanë bërë të ditur se nuk ishin në dieni të statusit që gëzonin personat me cilët ishin konfliktuar. Gjithsesi, kjo nuk justifikon dhunën, sepse në rastin konkret është përdorur dhunë. Pra, janë agjentët e BKH-s janë goditur nga të rinjt, pavarësisht nëse këta të fundit e dinin apo jo, nëse ishin agentë, sido që të ishte, dhuna ishte dhe sherret për parkimin në fakt në Fier, në pjesën më të madhe të tyre përfundojnë në dhunë fizike. Dhe çfarë përfaqësojnë 3 personat e arrestuar, Valbona? Kush janë ata? Përveç se 2 prej emrave. tyre janë po, në fakt ngjarja u bë e bujshme jo vetëm për faktin se kishim të bënim me një konflikt ku ishin përfshirë agentë të Byros Kombëtare të Hetimit, por nga ana tjetër kishin persona të cilët ishin u tha se ishin mbështetës të zotit Agron Kaplanaj, ish kryetari i Bashkisë së Mallakastrës. Në fakt janë niprit e zotit Agron Kaplanaj, 2 persona, 2 të rinj të cilët kanë mbiemrin e Kaplanaj. Ndërkohë personi tjetër është një mik i tyre i afërt. Gjithsesi, kjo duket se nuk ka lidhje aktualisht me fushatën apo me politikën apo me ndonjë hetim ndaj zotit Kaplanaj, sepse nga të dhënat që unë kam marrë pak kohë më parë pasi ndodhi ngjarja, kam mësuar se nuk ka lidhje me hetimet që mund të kryen ndaj zotit Kaplanaj apo ndonjë kontrolli që mund të ishin duke ushtruar agjentët e BKH-s. Është thjesht dhe vetëm një situatë e krijuar për shkak të sherrit për parkimin, që sikur se e thash edhe më herët, është problematik veçanërisht në zonën e lagjes Njëmaj. Edhe sherret për parkim fakt janë problem në gjithë Republikën e Shqipërisë. Valbona, të falenderoj për këtë raportim.